Miqtë e mi, përshëndetje nga unë Dorun Tina. Ndodhemi sot në fshatin Zhur. Gjatë kalimit tim në këtë fshat e kam po një reklam dhe e kam marrë një numër kontaktues, nëse ju kujtohet një banor që e pata intervistu ditë më parë. Ai është për ndryshe mërgjimtar dhe më pa tregu që ka me ardhur me hap një biznes të ri. Unë e kam marrë kontaktin, kam bisedu me pronarin edhe për fat të mirë e kam gjetë në Kosovë. Ne po shkojmë brenda, po futemi atje dhe po bisedojmë me Fejm Kurtaj, i cili do të na tregojë më shumë rreth firmës së tij. Hajde në menive. Ndërrum fillimisht si jeni? Mirë, faleminderit. Qysh ka ecë punë këtë ditë? Punët kanë ecë sipas planit, elhamdulillah e kena funksionalizu. E pas ke mbajt premtimin edhe ato shumë shpejt. E kam princip, dhe në jetën private kur ta foli dhe më nuk e kthej. Jo lumt, është finalizuar gjithçka? Më 88% po, kanë me do punë të vogla do detaje, po të në vikend me kismet Zot, besoj shpresoj që do t'i përfundojmë. Po, me që kem parasysh se jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, Zvicër, Kosovë, kështu që pas këtë arrit bukur shumë. Para se me fillu na me bisedu për firmen, mboni shumë përshtypje emri Zura, ka tërë kjo ide emri, çka do më thonë që në kupton? Emri Zura, unë konkretisht vej prej fshatit Zhur, komuna Prezenit, edhe emnin Zura e ku mendu gatë se qaj bjen Zura, dhe më në kuptim për mu diçka veçantë. Nuk ka, për tani tu mendu, mu duk diçka interesante Zura. Zura dhe më thonë është me Zura vend, mas 26 viteve në mërgim, prapa atje dhe më thonë jetaj, për momentin jena këtu edhe Zura mu ka do kemni shumë i bukur që ka me zonë vendin tem, ku kam lind, ku jam rrit edhe du mu plak qëto. Ju lumt, me shumë të më thonje. Ne po shkojmë drejt firmes, po i Hajde, shohëm zogjt e bukur, bismillah. Bismillah, mirë se keni ardhë. Mirë se ju gjejmë. Faleminderit. Faleminderit që do më thonë të fjalla, mashallah, unë e kum bon këto, nuk e kum bon diçka për najsen, po thjesht kërkoj që të gjithë, po dhe unë të dikush duhet bëj mashallah, se syri e dim gjithë është hak. Po. Edhe qa është për mu, do me thonë specifike, unë kom mundu punën teme me mundu me dhonë maksimumin 100%, premien do me thonë me pas 100% halal, ushqimin halal edhe me punu me njerës korrekt edhe me punu pastër. Po, si e mendon këto me bo 100% halal? Me bo 100% halal, që që kërkon mas pari feja jonë, do me thonë therjan, paketimin, mu kon landa par, mu kon e mirë, do me thonë me punu me korrektësi. Po. Që ato e kam synim, nuk synoj me bo milioner fiksoj punë, po me punu vazhdimisht edhe me punu me faqe bardhë. Ju lumt, indërum, me sa keni fillu, sa është numri momentalisht zëgjëve që po i shohëm tashmë? Unë për momentin i kam 5400, 100, do më thonë mu kanë dëmtu, gjatë transportit, temperaturës, e jam edhe fillestar, është hera parë që e marrë me këtë punë, edhe kena pas vështërsi, kena pas mund, do më thonë është java 3 që përne 24 orë. Me gjithë vullneti popullave e ku më bo halal këtë mundim. Se më bën, do më thonë, më bën mjep vetë besim edhe e bëj me qef. Si me gjithë njerëzit, keni ndonjë, unë e pash një reklam krejt në fillim atje, të pjesë autobonit ku edhe ka marrë numrin e kontaktit. Me ndoni me bo dhe ndonjë reklam tjetër kështë për rreth që me që kjo rrugë, ne pa të mbisedu një herë sa isha në Zhur. Po. Dhe ke pas një problematik kështë për rrugë. Hala kena. Ende, a? Po, unë shpresoj edhe i bëj apel mas parti qeveris në ardhje, kuvendit komunal, i kisha lut me në ndimu se shumë rruga për në bënë vështërsi, do më thonë edhe momentin që aktivizohet firma, njerës e kanë pak vështirë. Nuk është që është shumë largë, po rruga është pak si e dëmtume. Po. Edhe pres prej qeveris komunale, mas parti që të në ndimojnë në rrugë. Se nuk është rrugë që është për shembull 20-30 meter 100, kjo është dikon 700 meter, që ka nevoj, po jo vetëm për mu, se në këtë pjesën këtu afër është edhe një fermë tjetër, i vinë kjo rrugë gjithve, jo vetëm mu. Çfarë lloji zogjve është? Kjo është lloj broiler, do më thonë është zog i mishit. Nga ka ardhur? Kjo ka ardhur nga Hungaria. Ju keni synim me i shift këta zogj, apo? Po me kismet po, do më thonë dita 45 dhe 50, do më thonë synojmë që ta arrim peshën e duhur,
që që kërkon tregu edhe në bas asaj shpresojmë që t'i shesim, pastrojmë fermën, dezinfektojmë dhe të vazhdojmë me zështë të tjerë me kismet. Deri në çfarë peshe duhet me arritë Po një zog? shpresoj që duhet t'i ketë minimalisht 2 kg, 200-300 gram të në 3. Po ndoshta edhe më shumë. Për momentin është dita, sot jena domethënë është dita 18, edhe jena me domethënë pesha mesatare, është dikon jena të 750 deri 900 gram. Me çfarë lloj ushqimi po ju ushqeni? Ushqimin e kena Vitalka, është ushqim prej Kroacisë që vjen, domethënë është firma Bleta nga Suareka që na sjell ushqimin edhe na të kënaqën. Përveç këtij ushqimi diçka tjetër? Diçka tjetër kur gjë hiç. Edhe pjesën e teknikës sa i përket ujit e kanë? Shqyr Zotit, falenderoj mas pari Zotin nalt edhe punëtorët poshtë që u bon ky sistem, se domethënë pa këtë sistem shumë e vështirë. Po, mu po më pëlqen edhe pjesa e firmes, gjithçka që po shoh këto pjesë e teknologjisë nga kanë ardhur. Pjesë të teknologjisë kena ble ku kena mujt. Domethënë shumica kanë ardhur këta, shumica për këtine pjesëve domethënë për cilë se janë këto që i kena ble. Modeli nga e ke marrë? Modeli si model ka qenë domethënë për lopë. Po unë me se pata vështërsi për njerëz, domethënë kum prit 10 vjet, smujta njerëz me gjithë punëtor, edhe merr na përmendje edhe tu pa fermerët e tjerë. Mendova t'ja filloj me zogj, po shpresoj në mars vitin tjetër me kismet, me fillu edhe me pula vojse. Synoj mi bon 3.000, 4.000, ama pula të lira, jo të mbyllta, bio. Deri në çfarë numrit zogjve synon me arrit? Që tu në këtë fermën, fermën aktuale ku jena, kena kapacitet mi rrit dikon 5.500 zogj për mish. Pjesën tjetër poshtë ku e kam du t'i bëj doponime, aty kena kapacitet besoj 3.000 deri 4.000. Pula fshati, pula katuni, si e them na. Po, tash po du më ndalë tek pika e shitjes, e keni ndonjë një pikë, kështu ku Pikën e njerëzit munden me u informua dhe për ata të cilët janë të interesuar me ardhë dhe me bo blerjen e tyre? Pikën e shitjes për momentin, domethënë që kjo është java 3 që kena punu 24 orë ditë natë me 2 orë gjumë, se jam fillestar, është era parë, po guximin e kam, nuk më tut puna, edhe jam krenar që ku marrë në vendin tem mas parti, se nuk ka insan përveç Allahit nalt që ma ik dashurin për vendin tem. Edhe pse një shpesher, jo Kosova keq, jo ajo kjo, për mua është e mirë. Ju fillestar, por pas keni startu me bukur shumë. Po unë si fillestar, mendova njerë fillim 1.000, po thash pse më të dy punës, kështu që kur t'janis t'a bëjt amon, ku marrë me njerë 5.500, bile njerë kanë thonë ke rreziku shumë, po për mu është në rregull. Është diçka që ja shen hojnë. Inshallah, po. E saj përket pikave do me thonë, pikën shitse që synojmë t'a bëjmë, kena në rrugën magistralën Prizren Zhur, ma konkretisht e Ura Vlajshës. Po, nuk është larg nga këtu? Jo, nga këtu është 2 minuta. Unë jam të e po edhe një pjesë tjetër të objektit, çfarë pjonë është kia të? Ky objekti do me thonë zaq momentit që i ku marrë ditën e parë, kanë qëndru këtu dikun 10 ditë, që mund dhe me pa. Këtu arsyeja është pse kanë qëndru këtu, se kjo është ma veçantë izolimi. Është ma nxehtë. Është ma nxehtë, kushtet i ka ma të mira edhe për rritjen e zogut e pska në rrimën. Për rritjen e zogut fillestar për javën e parë, këtu është ma komod, është ma kushtet janë ma të mira. Tash, a mendon me mbush përsëri në Kismet, zogjë këto, apo me diçka tjetër? Jo, tash për momentin, nesër ose pas nesër, këtu kam e vendosë pajisje tjera, do më thonë të linjën e ushqimit, ujit, edhe do t'i pakoj në atë pjesën ku i kena anena, do t'i marrë pia ne t'i sjeli këto. Atë dhomën atje, ku i kena nda, atje vetë se kum fillu me inkubator edhe zogjë me qelë, do më thonë sot dita e dytë, që i kena mbush me 900 vezë. Po. Synoj me bon racë diçka të mirë, të veçantë pulat katune që me pas cilësi. Tash po du më ndalë tek pjesa shëndetit të zogjve, momentalisht që i keni pas vizitat veterinarit? Momentalisht i kena do me thonë gjendjen e zogjve shumë të mirë, veterinari ishte mbram në ora 20 dikon, do me thonë për momentin bashkëpunoj me 2 veteriner, janë këtu nga Prizreni.
Dhe gjendja është shumë e mirë. Vaksinat i kanë kry dyja, do më thonë ditën e 12 ja kena kry, edhe dje e kena bon vaksinën e dytë dita 18. Përderisa janë të vegjël, duhet me u vaksinu më shpesh, apo? Apo sa herë? Si pas plan programit aty ku i kum blejune, do më thonë ma ka dhonë plan programin, si duhet vazhdojmë aden me vakcinat, do më thonë që ja kena kry, do më thonë vaksinën e parë me 12 dit, e dytën e kena me 18, e treta është me 25. Edhe tani bon, besoj që shpresoj që të hecë puna mirë e marë, me 45 dit të bon të gatshëm për shitje. Indërum, më ke thonë që ju e keni marrë një vendim që do të ktheheni në Kosovë, kur dënë me u kthi saktë në Kosovë, me e lënë Zvistrën për gjithmonë? Për momentin, unë e shafë kështu, për momentin, tash ku jena, do më thonë më duhet edhe një kohë, do më thonë i kam do plane, do gjona, do senin që i kom planifikua dhe me kismet gradualisht, shpresoj që shumë shpejt. Ke pas në me dyshje kështu? Kur hiq asë njerë, do më thonë unë i bëjs 26 vjetë që jam atje, kumin për 27, edhe menja jeme, do më thonë dhe i sot nuk ndihem asë 1% që jam në vend temin në Zvicër. Këtu ndihem i sigurt, i mirë, i fort. Keni punu me shumë menqëri, dhe thëtë parat e Zvistrës dënë me investu në Kosovë. Po, unë çdo herë, do më thonë, çdo sen që e kum bon, shpesh herë kum pas njerë që më kanë kritiku, po unë njëm i lumë tër me këtë që e kum bon në vendin tem, edhe shpresoj që vendi jem të eci për para, punoje që të ketë për gjithë perspektivë. Kush ju kanë ndihmu këtë pjesë? Më kanë ndihmu gjatë këtyre punimeve, më kanë ndihmu vllau Nura shumë, e falenderoj. Ka dhonë maksimume, do më thonë ma shumë se unë, tani janë nipat. Keni matë punëtorën? Punëtori kena për momentin janë 2. Edhe tani periudhë mas periudhë. Shkanë të rritë edhe numri stafit? Numri stafit, edhe kum pas edhe nevoj edhe për fermer tjeri, kum jëmë këshillu me ta qka me bon, si me bon. Cila ka qenë këshilla ma e mirë? Këshilla ma mirë që ma ka dhonë një fermer e falenderoj nga zemra, është Valon Hoxha nga fshati Strelc. Shumë e falenderoj, më kanë ndihmu maksimalisht. Ka ndërë fjallë të ti deri me tash që? Shumë burri mirë, shumë burri ranë, shumë e falenderoj nga zemra. Çmimi i një zogu? Çmimi i një zogu, po të thëmë realisht, sinqerisht që me të kazu drejtën e alon nuk e kam idenë se si është në treg, po unë do të bazom si pas tregut. Do është ta pak më lirë, si jam fillestar, edhe të fokusohen në sene tjera. Po, qëllimi është e puna jo gjithmonë të fitaj më shumë se që duhet. Po unë e shof që do më thonë investimi që e kumë bon vetëm tash, tjerën që të piku kumë ardhë, me qëta modifikime pin lopë që kumë kalu për pula, do modifikime që si kumë ditë, ka shku dikon dhe tash një shumë që s'du ta përmeni, po është për 1.500 lira. Deri me tash ka për Deri me tash po. Modifikim ventilima, nxemje, ndyre, gjithë shka, në këtë pjesën ku e kena rritë fermën. Ndodhem në një pjesë tjetër të këti oborri, qka konkretisht kene me realizu? Këtu, para prakesh jam të mendu me bon thërtoren, dhe më thonë që ka me na vytë për nevojat tona, edhe gradualisht shpresoj që shumë shpejt edhe ta finalizojmë, e kështu që është një gjanë që na nevojitët neve, shkaki higjienës, pasërtis, janë regula që shteti i kërkan edhe shpresoj që ta finalizojmë. Shumë mirë, do thotë jo mishin të gatshëm keni me bo Mishin dhe të me bli. Halal 100% me korektësi edhe besoj që Zoti ka me dhonë bereqet. Po shpresoj që ka me konë dërt parat si kliente me kërku mishin. Me dyrë qef, do më thonë më varë se cilën pull të da marë, po kena balë që qërë. Se cilë e ka mishin e njëjtë. Besoj që po. Ndodhemi në magjistralin Prizren Zhur, më konkretisht në fshatin Vlashnje. Prapa meje ndodhet objekti i pikës së shitjes, pra ferma Zura. Ende nuk është finalizu ky objekt, mirë po çdo i keni para festave të fundvitit gati për blerje, ndërsa mishin e gatshëm do e keni që nga janori. Ne pronarit të ri dëshirojmë shumë suksese në rrugtimin e tij të ri, kaq nga ne, mirëmbëjtje.